quhem Marko Malia, këtu ndodhemi në kantinën e Nofama, në Toshkës. Kantina jonë ka nisur rrugtimin e saj në vitin 1998 me mbjelljen e vreshtave të parë, me një sipërfaqe modeste, rreth 3000 metra katror. Edhe gradualisht duke rritur sipërfaqe vit mbas viti, sot kemi arritur në një sipërfaqe prej 40 hektarësh vreshta të mbjell, që më pas i përpunojmë për të prodhuar perat tona. Sapo kemi mbyllur vjelën e këtij viti, pra vjelën e 2025, edhe ishte një nga vitet më të mira për pjesën e vreshtarisë. Edhe këtë vit kemi prodhuar rreth 300.000 litra verë, që një numër i rritur ndjeshëm nga viti i kaluar. Verën e prodhuar e tregtojmë kudo nëpër Shqipëri. Gjithashtu 2025 ka qenë viti i parë që ne kemi nisur eksportet e verës sonë. Kemi nisur të eksportojmë drejt Japonisë, Belgjikës edhe së shpejti poshtu në Brazil. Kemi se që në zonën pra ku ne ndodhemi është nga tokat më pjellore dhe që ka klimën më të favorshme për prodhimin e vreshtarisë, kështu që ne kemi mundësi akoma më shumë të zgjerohemi në vreshtari, po ashtu edhe në prodhim vere. Prandaj jemi duke menduar sa më shumë që të shtyjmë të zgjerohemi në tregjet e huaja, duke marrë pjesë në panajire të ndryshme. Ku në pjesën më të madhe të rasteve kemi qenë mbështetur nga AIDA, në panajire ndërkombëtare, siç ka qenë panajiri Foodexpo në Greqi. Vitin e ardhshëm do jemi për të 8-ën herë, po ashtu të mbështetur nga AIDA. Pjesëmarrja në panajire është një ndihmë vërtet e madhe për ne për të gjetur klientë të huaj, për të futur sa më shumë në tregjet e huaja, në mënyrë që të rrisim sa më shumë prodhimin ton, të rrisim sa më shumë sipërfaqet e kultivuara me vreshta, duke ndikuar sa më shumë në ekonominë rurale të Shqipërisë dhe të Myzeqes.